أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Të nderuar vëllezër të nikoqirë të këtij kuvendi, udhëheqësit dhe drejtuesit e Akademisë Ether, të dashur vëllezër të pranishëm në këtë mbrëmje, në këtë mezhlis, lusë Allahun e madhërisëm që Allahu të shon bekimet e veta mbi gjithë ne të pranishëm në këtë mezhlis, lusë Allahun e madhërisëm që atë që e themi në këtë mezhlis të jetë e dobishme për ne ditën kur dalim para Allahut të madhërisëm, kurse atë që ndëgjoni ju të jetë e dobishme për ju në këtë dinë, në këtë jetë, po edhe në ditën kur dalim para Allahut subhanahu wa taala. Falenderojmë vëllezërit që na mundsuan që në këtë mbrëmje të kalojmë bashkë, duke tentuar që këshillohemi mes vete, të ndajmë dijen tonë, të ndajmë përvojat tona, dhe të mundohemi që të inkurajojmë njëri tjetrin dhe të motivojmë për të vazhduar që ta mësojmë fenë Allahut të madhërisëm, pastaj për ta shfrytzuar atë dituri në thirrjen e popullit ton drejt Allahut subhanahu wa taala dhe fesë të tij. Të jesh ndihmëtar i fesë Allahut xhelal është të jesh i veçantë dhe i zgjedhur të Allahut xhelal. Shifni vëllezër, ju gjithë nga jeta juaj, secili në atë moshën që ka dhe në përvojën e tij fetare, e ka kuptuar shumë qartë se jo gjithë besimtarët janë një nivel. Dikush është i ditur, punon me dijen e tij dhe i thret të tjerët në atë që e zbaton. Dikush zbaton rregulla fetare, por nuk ka shumë dituri. Dikush ka dituri, po e man vetëm për vete dhe nuk e ndan me tjerët. Dhe dikush me ignorancën që ka, mundohet me fol mbi fenë dhe me përfaqësu fenë. Njerëz të ndryshëm, të gjithë në ëmbrellën e fesë islame. Dikush më afër, dikush më larg, dikush më saktë, dikush më gabim. Mirë, po këtë kjo neve na bën të qartë se të jesh i ditur dhe të jesh në shërbim të fesë dhe të kontribosh në sasi të madhe për t'ia shëruar njerëzve, familjes, vendit, popullit tanë, fenë Allahut, është një privilegj i jashtëzakonshëm. Gjithë atë mirat e kësaj bote, po t'i ketë njeriu, janë shumë pak krahasim me atë që e fiton njeriu duke e shërbyer fenë Allahut xhelal. Normalisht, kur flasim për këtë temë, flasim para njerëzve që kanë besim dhe janë të bindur se feja Allahut xhelal është e vetmja fe e pranuar tek madhënia e tij, dhe se e vetmja rrugë e cila i jep atij lumturi dhe harmoni në këtë botë dhe shpëtim të sigurt në jetën pas vdekjes. Kur flasim për këtë lloj të njerëzve, gjithsesi në këto situata, atëherë ja vlen na të inkurajojmë njëri tjetrin që përveç diturisë, përveç zbatimit të fesë, të mundohemi të jemi edhe thirrës të njerëzve në fenë Allahut xhelal. Të jesh ndihmëtar i fesë Allahut si term është përdorur në Kur'anin fisnik kur Isa alayhis salam i thot popullit vet men ansari ila Allah. Kush do jetë ndihmëtari im për të Allah? Faqal al-hawariyuna nahnu ansarullah. E ata që ishin përkrahësit e tij, që besuan në thirrjen e tij, i thanë na jemi ndihmësit tu për të Allahut i madhërisëm. Edhe kjo çështje ka qenë e trashëguar edhe te Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Dhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam kur e nisi thirrjen e tij, ju bashkangjitën rrethi më i ngushtë i tij. Dhe ai nuk ngeli vet në këtë detyrë. Dhe tha, ma min nabiyyin illa wa kana ma'u hawariyun. Çdo pejgamber kishte me vete hawariyunët. Kishte me vete ndihmëtarët. Megjithëse pejgamberët e Allahut xhelal ishin të ndihmuar nga Allahu, ishin të përkrahur me mucizet e tija, megjithatë kishte nevojë për njerëz që do e ndihmojnë atë në misionin e tij. Dhe këtë kjo na bën të qartë neve se nëse ata të zgjedhurit kanë nevojë për ndihmëtar, para mendoni ne sot sa vështirë do e kemi dhe sa të pamundshme do e kemi nëse mendojmë apo tentojmë që vetë ta zhvillojmë
këtë detyrë, këtë obligim, këtë përgjegjësi thirrjen e njerëzve për të Allahut xhelal. Të dashur vëllezër, ne si besimtar, për nga natyra me të cilën na edukohemi, ushqehemi me humanizëm edhe me altruizëm. Kuptimin që momentin që na e kuptojmë Islamin, luftojmë që shpirti jonë të pastrohet nga zilia dhe lakmia. Dy vese shumë të këqija, të cilat e pengojnë njeriu në udhëtimin e tij drejt Zotit dhe fitimin e pozitave të larta të Allahut i Madhëshëm. E para, do thot, e bën jo dëshirues të mirës për të tjerat. E bën që t'ua ketë zili të tjerëve për të mirat që Allahu ua ka dhënë. E lakmia e bën njeriu të pangohur me gjitha të mirat e Zotit që i ka, megjithëse ka boll, ai mendon se është pak për te. E të dyjat, edhe zilia edhe lakmia e bën njeriu egoist. E bëjnë vetjak. E bëjnë narcizoid. Ti pëlqen vetëm vetja e vet. Mendja e vet. Puna e vet. E nëse ne ushqehemi me Islam dhe ndryshojmë karakterin ton, atëherë me automatizëm ne u adojmë të mirën të gjithë njerëzimit. E sidomos atyre që i kemi afër. E nga kjo premisë del shesh edhe dashuria, energjia dhe vullneti që të udhëzohet pjesa më e afërt e jona në jetën tonë. Ajo është familja e ngushtë, pastaj familja e gjerë, pastaj i gjithë populli i vendit tonë. Edhe kjo ka qenë shkaku që muslimanët e parë, momentin që udhëzoheshin, brenga e tyre kryesore ishte si të udhëzojnë shokët e tyre. Andaj pjesa më elitare e sahabeve ka qenë produkt i davetit të kujt? Të Ebu Bekrit radhiyallahu anhu. Sepse Ebu Bekri radhiyallahu anhu nga përvoja e tij, të cilët Allah i kishte dhënë pasuri nga aftësia e tij tregtare, kishte pas qenë njeri që ka komunikuar me lloj-lloj njerëzish, kishte pas kulturë të gjerë, dhe në momentin që e pranoi Islamin, ai e kuptoi me automatizëm se kjo fe është aq e mirë, saqë nuk duhet ta mban vetëm për vete, po duhet ta ndan me tjerët. E kujt i ofron fillimisht familjes së ngushtë, pastaj shokëve dhe miqve të tij. Pastaj atyre që kanë një autoritet dhe një pozitë shoqërinë ku ata kanë jetuar. Dhe kështu që elita e sahabeve ishte produkt i davetit të Ebu Bekrit radhiyallahu anhu. Po të gjithë sahabët kështu e kuptuan, edhe andaj të gjithë ata lanë vatrat e tyre, lanë vendindjet e tyre për ta përhapur këtë dritë të fesë Allahu xhelal anën mban botës. Andaj arritën, sikurse është rasti i Ebu Ejub el-Ansariu deri në Istanbulin e sodit Konstantinopol në asaj kohe, edhe erdhën deri në Damask, në Sham, që ishte njëra prej qendrave të perandorisë bizantine, edhe shkuan në pjesën e ish republikave të Bashkimit Sovjetik që quhen vendet pas lumit, madje një pjesë arritën deri në Kinë. Kjo është puna e gjeografisë së përhapjes së thirrjes islame në kohën e sahabeve. E mos flasim për tabiinat dhe të tjerët të cilët arritën deri në Gibraltar. Edhe arritën që të kalojnë edhe detin Mesdhe, edhe grykën e Gibraltarit, e të kalojnë në Gadishullin Iberik, faktikisht në Spanjë sodit në Andaluzinë asaj kohe, e të arrijnë domethënë deri në pastaj në perandorinë osmane, gjithsesi deri në Austrinë e sodit, edhe një pjesë e madhe e botës tjetë e shkelur nga këta besimtar që e lanë komoditetin e tyre për të përçuar dhe për të përcjellë fjalën e Allahut xhelal. Gjithsesi, argumentet fetare për këtë temë janë të shumta, mirëpo na i kemi dy pjesë, pjesën fetare motivuese dhe pjesën praktike. Dhe na si fëmijë, do thotë sidomos në kohën e moshës adoleshencës, kur e kemi vendosur me shku në medrese, në fillim nuk kemi qenë vetëdijshëm se çfarë detyre dhe obligimi jemi duke marrë përmi sipër. Normalisht ne jemi nis nga praktika e hoxhallarëve më të vjetër, të cilët kanë qenë te na, duke menduar se do të aq është detyra dhe obligimi i një thirrësi.
Pastaj, kur kemi fillu të mësojmë dhe të lexojmë dhe të ngrisim vetdijen tonë fetare në medresen e Isabeut në Shkup, e kemi kuptuar se thirrja islame qenë ka diçka shumë më e madhe se ajo që është bon atë kohë normalisht sipas rrethonave dhe kushteve që kanë qenë të mundshme për kohë se ka qenë fundi i komunizmit dhe fillimi i sistemit pluralist dhe rrethonat kanë qenë shumë të vështira, pastaj kanë filluar të lehtësohen. Mirë po, dituria fetare ka qenë ajo e cila neve na ka bërë të qartë se nëse duam të jemi thirrës të mirë, ne duhet të pajisemi me dituri të bollshme. Dhe se nëse na e vendosim të bëhemi thirrës për te feja Allahu Xhelal me dituri minimale, atëherë mund të jem gabimet tona më të mëdha se sa dobit tona. Dhe andaj e patëm vendos na personalisht që mundohemi ta kuptojmë fenë Allahu Xhelal mbështetur në burimet e fesë, Kur'anin fisnik dhe në hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, të vetëdijshëm se këto dituri, këto mësime mund të na bijnë në ballafaqim me realitetet e praktikave fetare këtu te na, të cilat shumë prej tyre janë të sakta, po ka disa që në kalimin e kohës janë deformuar. Dhe andaj me përfundimin e medresës na vazhdojmë studimet në Jordani, ku insistuam që takohemi me Sheh Albani rahmetullah alej, që të marrim diturinë e fesë prej burimeve të veta origjinale. Dhe elhamdulillah, ato dituri që kishim si përfaqësore mbi fenë Allahut dhe mbi metodologjinë e ehli sunnetit, ndjekjen e rrugës së selefit, atje do thotë e shtuam atë dituri dhe realisht ja forcuam themelet dhe na u bë më e qartë edhe më do thotë e saktë edhe kuptimi, po pastaj edhe mënyra e interpretimit tek na. Dhe normalisht me fillimin e thirrjes vitin 1992 konkretisht pas ardhes nga pas vitit të parë që e kam bërë në Jordani, ka qenë situata e vështirë sepse njerëzit nuk kanë qenë të informuar dhe të njoftuar me këtë metodologji të thirrjes islame. Edhe si gjithkohë në botë, edhe këtu te na ka pas tentativa për ta shpallë si një tentativë për të prunë një frymë të re e cila ka si qëllim shkatrimin e fesë. Ti paramendo i ki 21 vjet, ke kuptu diçka nga feja të cilën do thotë rrethi jot nuk e ka ditë, mundohesh ti me sjell me sinqeritetin më të madh, si një amanet dhe përgjegjësi nga ajo që e ke mësuar, dhe ti vjen në ambientin tënd dhe refuzohesh, edhe kundërshtohesh, edhe etiketohesh, edhe përjashtohesh, edhe nuk t'jepet hapësirë për veprim. Po t'ishin kanë një pjesë e madhe e besimtarëve të kësaj kohe, në ato kohëra, si ishin bashkangjit thirrjes. Pse se vështirësitë, përjashtimet, turisni që i bëheshin ishin të përditshme. Dhe në rrethonat tona atje e kishe ti problem të zbatosh një sunet jashtë asaj që e din xhamati prej suneteve në xhamiat tona. Do ishte i përjashtuar edhe prej xhamiave, nëse ti falesh ndryshe se si falet shumica e xhamatit që fatmirësisht ata falen mirë, por ne kishim mësuar një sunet plus, do ishim edhe atë sunet me zbatu, të cilin ata se kanë mësu për shkak se xhallarët e tyre kanë ndjek shkollën e Imam Ebu Hanifas rahimahullah, që këtë është në rregull, domethënë. Mirë, po ti ke mësuar diçka të re, edhe diçka tjetër do ta zbatosh, ata thënë s'mundet. Ose na ose s'mundet. Ky presion i madh në atë kohë sikur të mos kishte qenë vullneti dhe dashuria për fenë Allahut, e sidomos dashuria për të ringjallë sunetet e panjohura te na, do e kishmi praktikë këtë mision. Ose do e kishmi ndryshu vendin e aktivitetit dhe veprimtarisë. Mirë, po na çdo herë kemi menduar dhe kjo mendoj se është mendimi më i saktë, se thirrja islame dhe daveti dhe angazhimi jon fetar duhet me qenë vendet tona. Edhe sikur se e din ata që përcjellin qëndrimet e mia dhe ligjëratat e mia se na jemi protagonist dhe
insistojmë që shumica e rinisë e popullit tonë ngelet këtu. Mos e praktikojë vendin tonë që kanë gurbet. Për arsye të ndryshme, po gjithsesi janë ato arsye materiale, nuk janë arsye fetare. Këtu është domosdoshmë mejdani më i rëndësishëm i angazhimeve tona në të gjitha segmentet, po fillimisht në aspektin fetar. Edhe na me gjithë trysnive, peripecive, vështirësive, asë njerës na ka shku mendja me thonë ku do mërim na me këtë punë. Sa do arrim sukses në këtë angazhim. Çka do kemi domosdoshmë vepra konkrete në aktivitetet tona. Na kemi thonë në atë kohë, do të flasim për para 33 viteve. Do ndoshta dikush për juve s'ka qenë as i lindur. Ajo që neve na ka brengos në atë kohë ka qenë, une nuk më intereson ku kam emri, une nuk më intereson që kam ndodhur me mua më intereson këtë dituri që e kam, t'ja përcjellin 1, 2, 3, 5, 10, 15, 20 njerëzve, unë mjafton. Edhe e dyta që mendoj se shumë më rëndësi me pas parasysh, brenga e dytë ka qenë që në këtë angazhim tonin dhe në këtë situatë ku përjetojmë trysni dhe përjashtime, ne të mos e ushqejmë konfliktin. Po të respektojmë hoxhallarët e vjetër, të respektojmë xhamatin e vjetër dhe na të mundohemi me urtësi dhe durim të shtojmë edhe këto vlera të reja të mira, pozitive të fesë. Do të bëjmë një mbindërtim. Jo të shembim të vjetrën e të bijmë të renë, sepse kjo është gabim, sepse alhamdulillah shumica e asaj që është e promovuar si fetë është e saktë. Shumica dërmuese. Edhe s'ka logjik ti shkosh ta shembesh shtëpinë me gjitha të mirat që ka për të ndërtuar diçka të ngjashme si ajo me disa shtesa të reja. I them këtë fjalë me qëllim vllazëri se sot për shembull kur e shikojnë nga ky konvertim historik atë që kemi bënë atëherë, e kuptoj kanë erë gabimin e disa vllaznive tonë sot që tentojnë të bëjnë të njëjtën që se kemi bënë na para 33 vite. Dojnë të restartojnë çdo kontribut, për shembull, tash na kemi disa xhallar të ri dhe vllazën të ri që edhe selefizmin dojnë ta restartojnë. Se me pretekste se domodin gjatë rrugës ose ka pas qasja ma liberale ose ka pas qasja ma radikale, e tash na do e bim frymën e vërtetë dhe saktë. Këto tentativa, domodin, nëse tentojmë me përjashtu tjetrën ose atë që është ndërtuar deri sot, realisht kemi qasje të gabum. Jo që na jemi të pagabueshëm, jo se na domodin jemi të përsosur, asesi hasha wa kella, sepse na jemi njerëz dhe përderisa jemi njerëz gjithsesi kemi mangësi dhe gabime. Mirë, por nuk është e saktë dhe logjikshme që këtë ajo që është ndërtuar ndër shekuj prej hoxhallarëve shumë të mëdhej që ka pas, domethënë Ballkanin përgjithësi dhe shqiptarët në veçanti, të injorohet, të kundërshtohet, të tentohet të shembet, e tash ti të bish diçka tresës. Parimet bazë të islamit, fatmirësisht domethënë bile betejat e mëdha në luftën kundër bidateve të mëdha ideologjike kanë bërë hoxhallarët para neve. E them këtë me plot gojë dhe me një mirënjohje shumë të madhe, sepse kanë herë ne humbemi, për shembull në vlerësimin e mundit tem, po flas tash në emën tem, se s'du me fol për xhallar të tjerë. Dikush më thon se valla ky ka bërë shumë, me tjerë s'ka bërë. Jo, ata kanë bërë shumë më shumë se kemi bërë ne. Edhe këtë them me plot gojë edhe me plot përgjegjësi. Xhallarët para neve, Hanefi, kanë dhënë një kontribut jashtëzakonshëm në mbrojtjen e fesë, edhe themeleve bazë fesë, sidomos akidës pastër, luftës së idhujtarisë, format klasike dhe format moderne që na simi sfidu realisht, edhe nuk e dimi sa keshim kontribuna. Se simi sfidu. Respekt për do vende ku ka pas edhe ka hala idhujtari klasike, edhe xhallarët e ri japin një kontribut shumë të madh në eliminimin e tyre. Ama shumicën e vende ku s'ka pas fenomene të tilla, nuk kemi sfidu na dhe nuk mundemi mu mat. Ata janë sfidu edhe i kanë luftu. Andaj, fatmirësisht në Ballkan, sidomos te na shqiptarët, shumë pak besimtar të vërtet ka adhurues të vorreve dhe tyrbeve dhe teqeve. Shumë pak. E kjo s'është kontribut i jonë, është kontribut hoxhallarëve para ne. Ju e dini, besoj keni informata me shkon në do vende muslimane që janë domethënë vende më muslimane se na, me thonë me numër statistik, ka fenomene negative të kësaj kategorie më shumë se sa te na. E kush e ka mbrojt Islami nga këto fenomene negative, si kemi mbrojt na, e ka mbrojt ata. Andaj Allah i mëshiroft ata dhe i gëzoft me xhenet për kontributin e jashtëzakonshëm që kanë thonë,
që kjo është domethënë një kontribut shumë i madh që neve na e ka letu. Unë po flas për Maqedoninë veçanti, po vlen kjo për shumicën e vendeve shqiptare, se neve do të e kanë luftuar ateizmin, në kohë ku ateizmi ka qenë shumë i dhunshëm edhe shumë agresiv. Edhe ka mbet populli fetar me gjithë se komunizmi ka qenë dominant. Edhe në momentin që kemi ardhur me i ftu njerëzit në fenë e Allahut dhul xhelal, s'kemi pas nevojë mi ftu ata në besim në Allahun një, sepse ata kanë besuar Allahun. S'kemi pas nevojë na mi bind se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam pejgamberi i Allahut, sepse ata e kanë ditë dhe kanë dashur. S'kemi pas nevojë me tregu se namazi është farz, ata e kanë ditë. Po, kemi pas nevojë me thonë, kujdes për namazin se përveç që është farz, ta rrezikon edhe imanin. Për shembull, na këtë pjesë e kemi shtu, që kjo është kontributi jonë, domethënë, ama se është farz dhe se duhet më fal, këtë e kanë thonë. Po kanë thonë që të thonë, kanë thonë disa që nëse tjetë pa fal, për ndonjë arsye e fal kaza. Na kemi thonë jo. Do të më net gati namazit, s'ka arsye për me lënë namaz. Kjo ka qenë ajo pjesa që kemi shtu na, ama deri këtu ata e kanë gdhend, e kanë mbjellë. A këto kontributi jonë është domthon faktisht shumë sekondare dhe shumë plotësues, nuk është bazik. Edhe në këtë situatë do thot tash na kemi kuptuar se duhet me bo sabër, edhe duhet me kon të urtë, edhe me ik konfliktit sepse ignoranca e prodhon konfliktin. Edhe dashakçit e thirrjes islame e nxisin konfliktin. Tash nëse kemi na një thellësi kuptimi të fesë, një larg pamësi, atëherë na do themi ky ballafaqim, ky konflikt nuk është i dobishëm për thirrjen islame. Ata na akuzojnë, na ofendojnë, na themi Allah ju shpërbleft, kështu na e kena mësu, ashtu ju e keni mësu, përderisa gjithë adhurojmë Allahun dhul xhelal, e besojmë se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është pejgamberi i fundit, jemi mirë. S'kemi nevojë na me shtu konfliktin. Ti ke mësu te hoxha jot, ti ke mësu për librave tuaja, unë kam mësu te hoxha jam, kam mësu për librave të mia. Mundet me pas dallime, po dallimet janë domethënë të parëndësishme. A i ngrita durt gjatë rukus e sejgjë, a nuk i ngrita durt, unë e mendoj që është sunet, ti mendoj që nuk është sunet, kjo punë e vogël është. O merremi vesh me qetësi, ose merremi vesh, as mu së më dëmton, as ty së dëmton. Pse përmendi këtë fakt edhe pak u zgjerova, për me bartë të ju si përvojë, sepse shpesh edhe konfliktet e reja që kanë lind pas e mbrenda llojit, jo mo tani brenda për shembull dy taboreve, për ta kuptuar se sa na harxojnë energji, dhe sa na defokusojnë nga të qenurit Ansarullah, ndihmtari i fesë Allahut. Edhe sa nuk është e urtë edhe e saktë. Unë e përmenda edhe dersën e kaluam të hanën, do thotë njëra prej agjendave të luftës së thirrjes islame është më kjo nxitja e konfliktit brenda besimtarëve. Edhe ata e marrin një fetvat një hoxhës me nam të shqiptarët, pro, edhe një fetvat të një hoxhës me nam kontra, edhe bëjnë një montazh pro e kontra, edhe nxjerrin në media. Edhe çka ndodh? Shumica e besimtarëve pastaj e shikojnë atë video, edhe realisht janë fanatikët e njërit hoxh edhe fanatikët e hoxhës tjetër, që kanë të drejtë mi dashur ata xhallah sepse të dytë janë me nama dhe janë të rëndësishëm në ndërtimin e mendimit islam bashkëkohor dhe kontributin e tyre në shërbimin e thirrjes islame. Aq shumë ashpërsohet debati mes tyre në komentet të asaj video, saqë ata nalën anësh edhe qeshen për dy gjëra, qeshen e para për konfliktin që kanë shpik mes muslimanëve dhe ata nuk nalën të komentuar njëri tjetrit, edhe qeshen për numrin e madh të klikimeve që kanë sepse ato shndrohen në vlera monetare. Ana muslimanët ose islami interesis fiton kur gjobi asaj. E andaj dëshira jeme si hoxh me këtë përvojë që e kam është që edhe hoxhallarët, sidomos ato që janë më të ri, edhe xhamati, do thotë mundohen që diturinë që e kanë ta shndrojnë dituri të dobishme. E dituria e dobishme është që të mësojmë njerëzve gjëra për cilat kanë nevojë ato. Se gjërat sekondare apo terciare të fesë që janë pjesë e fesë dhe na nuk kemi drejt as me i zhvlerësu, as me i mund mohu. Por nëse s'janë dobishme për një njeri që s'falet, s'kemi nevojë ta marr kohën atij me këtë mesele. A këtu e ditë se një pjesë e madhe e popullit ton tani mo
sidomos në Kosovë, e mos flasim për Shqipëri, kanë probleme me monoteizmin, kanë probleme me islamin si tërësi, atëherë angazhimi jon brenda komunitetit ton, me këto mesele të stërhollume, fikhore, qofshin, apo akaidologjike, po pjesët jo bazike të meseleve akaidologjike, pjesët domethënë ku ka këndvështrime të ndryshme, bon pengesë që energjia jonë të orientohet në thirrjen atyre që s'falen, ose atyre që s'besojnë. Edhe shpeshher na kur zhytemi në debat, realisht çkyqemi nga realiteti i përgjithshëm. Zhytemi me një pjesë të shoqërisë tonë, brenda komunitetit tonë, edhe harrojmë se ka dalë jashtë neve ka njerëz që se kanë këtë dhunti që e kemi na, se kanë këtë mirësi që e kemi na, se na alhamdulillah Allahun falemi, largohemi harameve. Mirë po kemi taptis që themi na një fjalë, jemi koncentru ose domthonë insistojmë me debate për do mesele që janë të padobishme për shoqërinë në përgjithësi. Ti nëse i bindur se është gjë e mirë dhe dur, ti bën e për vetes, s'prish punë, ama mos u bën ti ai që provokon temën edhe e angazhon këtë xhamatin me një temë e cila nuk është problemi i xhamatit, as problemi i umetit, është problem i joti personal ose një grupi të ngushtë me ty. Edhe nëpërmes kësaj metode që na e kemi përdorur, që ka buru nga urtësia fetare të cilën e kemi marrë për xhallarëve tonë, një konsultim vazhdueshëm me ta. Fatmirësisht na kena pas mundësi në ato kohra kontakti me pas të rregullt me Shekh Albani rahmetullahi alayhi, po edhe me Shekh Abdulkader Arnautin, po her pas here edhe me Shekh Shuaibin, ama me këta dy të parë do të thotë kontakti jonë nuk është i rregullt, i vazhdueshëm. Brenda vitit çdo gjëra kena pas mundësi mu taku me ta, edhe me i qajt këto halle të formave të davetit, të situata dhe rrethonat tona. Edhe ato kontakte dhe ato konsulta me këta kolos të islamit, Allahu Dhul Xhelal i gëzoft me xhenet dhe u adhash Firdausin, pozitat më të larta, se me të vërtet kontributi tyre është i jashtëzakonshëm, është do thotë kontribut global i umetit islam, nuk është vetëm ajo që kemi përfituar na, por na ka ndihmuar neve që atë dituri ta shndojmë në një urtësi, edhe të mundohemi që menhexhin e ehli sunnetit ta përhapim brenda shoqërive tona me qetësi, e cila përsëri ka nevojë të potencohet të theksohet. Domethënë na, sikur se kanë thonë, na nuk e ndrojmë konceptet tona fetare. Edhe ato dogmatike, konceptuale, edhe ato domethënë metodologjike, po edhe ato fikhore. Na atë që kemi thonë 1992-ën, e themi të njëjtën 2026-ën. Domethënë pa kurrë ndryshimi. Mirë po, një send që na jemi binë se është shumë më saktë është se kjo metodologjia jona të cilën na jemi të bindur se është e vërtetë dhe që na garanton nëse vdesim në këto besimet tona se jemi banor të xhenetit, jemi grupi i shpëtuar. Kjo do të thonë që na me tjetër mos i si marrëmish të islamit. Sepse edhe ata që kanë doktrina të tjera, do thotë edhe ata besojnë se doktrina e tyre është e vërtetë edhe e saktë. Edhe ata e mbështesin argumentin edhe fetar në argumentin logjik. Edhe debati jon me ta, siç ka vazhdu 12 shekuj, ka me vazhdu derisa të ketë jetë mbi këtë tokë. Masi dietar më të mësena, për shembull na selefit zakonisht thirremi në imamin e madh, sheikhun e Islamit Ibn Taymija rahimahullahu taala. Edhe tash është një pyetje retorike që është shumë e urtë me bashkë. Nëse sheikhul Islam Ibn Taymija s'ka mujt mi bind e sharit se mendimi e ehl hadithit, ehli etherit është i saktë dhe mendimi e sharive ka deviju nga shkolla e ehl etherit, kush shpineve ka mundësi sot mi bind ata. A kupton domthon, kanë na futemi në një botë dhe mbyllim në të dhe mendojmë se nëse na jemi të mbyllur në rreth se këtë bota mendon si na ose domthon mendon se e saktë është ajo që mendojmë se është na. Bota nuk mendon kështu. Si më thonë ajo që bota që nuk e ndjek metodën tonë. E këtu lind nevoja për me diskutu, që fatkeqësisht na shpeshherë nuk e diskutojmë sa duhet mes vete, ata çka? Ata janë musliman. Edhe elhamdulillah për tyre ka ulema shumë të mëdhej që kanë shërbyer Islamin. Shumë të mëdhej. Çka do të thonë kjo? Do të thonë që ata janë vllazërit tonë. Edhe na me to do të debatojmë, ama do i duam ata si vllazërit tonë. Po flas për sinqert të tyre, për flas për dietarët që mendojnë se domethënë. E tani edhe në tona ka njerëz që neve normalisht na armiqsojnë, na kundërshtojnë, na etiketojnë, na themi se edhe ajo nuk është e saktë.
sepse fundi fundit mes nesh edhe atyre janë argumentet fetare, është Kurani dhe Suneti. Dhe kjo është rregull që na e promovojmë të gjitha debatet tona, të gjitha përplasjet tona, fe tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi wa Rasul. Kur keni mosmarrëveshje për një gjë, ktheheni Allahut dhe pejgamberit e tij. Edhe kjo është, domethënë, arbitrimi jon faktikisht, mënyra se si na kena mu gjyku mes vete. Mirë, po ata çka thënë, na s'kena problem te ai argumenti, kena problem te interpretimi i argumentit. E tamam i themi na, atë shkojmë në brezat e artë të islamit që Allah i ka mbrojtur nga ata nga keq kuptimi, sepse edhe gjuhën arabe kanë ditë mirë edhe kanë përjetu zbritjen e shpallës, sikur janë sahabët, apo tabiinët, apo etba tabiinët. Edhe siç i ka sfiduar Imam Ibn Taymija rahimahullahu në kohën e vet, i thirrin na, mirë po, siç nuk ka arritur Ibn Taymija rahimahullahu ti bind ata këtë se kjo që thotë është e saktë, edhe na s'mund t'i bindim. E tani, pse na s'mund t'i bindim ata se na e kemi tamam, ose pse ata s'mund na bindin neve se ata e kanë tamam. Kjo do të thonë që konflikti jon kalon në apostoliz, do të thonë në tekfir të njëri tjetrit apo në shpalljen e armiqve të islamit për njëri tjetrin. Jo. Secili njeri pastaj ka pozitën e vet. Sepse sot do të jemi sinqert, sot ka njerëz që në emër të ndjekjes së sunetit ose selefizmit i bën dëm Islamit shumë më shumë se sa ata që i thënë vetes Eshari ose Maturidi. Besoj që e keni të qartë këtë situatë. Se domon pretendimi i pasimit të një metode nuk mjafton, sa është me rëndësi, domethënë sinqeriteti brenda nesh që është. Edhe për këtë arsye do thotë na themi dy gjëra në lidhje me këtë. Na jemi krenar që jemi i thartë të kësaj metodologjie dhe kur nuk e ndryshojmë me asgjë sepse jemi bind se kjo është e vërteta e shpallur nga Allahu xhelal, mirë po edhe një gjë. Asnjëherë nuk e bëjmë, do thotë adresimin ton në këtë metodologji ose antarësimin ton në këtë metodologji arsye për të armiqsuar të tjerat. Po çka është kjo? Arsye për t'i ftuar të tjerat në një fjalë të përbashkët mes neve dhe tyre që është ndjekja e Kuranit dhe Sunetit pejgamberit sallallahu alajhi wasallam sipas kuptimit të selefus salih, burrave më të mirë që ka pasur historia e Islamit. E tani në këtë situatë faktikisht na u kufizuan hapësirat e veprimit. Ti s'mundesh me marrë një gjatë në xhami. S'ki qasje domethënë në institucione të tjera sepse je fenomen i vogël, je dukuri shumë e parëndësishme. Presioni nga shteti është i madh. Nuk është lehtë në ato rrethana domethënë me insistu në qëndrimin ta. Edhe mas me të shku mendja, kjo është një send që e themi për hir të historisë, sepse fundi fundit këtë na do dalin para Allahut edhe aty kemi me dhon llogari. Po e themi si fakt historik për ta ditë ky brez, kur njerëz na ka shku mendja na dy gjëra mi bo. As me ndru metodologjin, as me ndal punën. As se kemi tash po flasim në retrospektiv. Kur s'm ka shku mendja në atë kohë, në 92-ën, 93-ën, 94-ën, 95-ën, asnjë s'm ka shku mendja, unë ta ndroj metodologjinë se si ta ndroj ndoshta hapet hapësira. Ose masi s'po shkon po e nali. Asnjëon as tjetrën. Edhe në ato kohë na ku na jepshin hapësirë me shku me fol shkojshin. A është muhabeti në Kosovë, është muhabeti në Maqedonia, është muhabeti në Shqipëri. Se pini me që në 92, 93, edhe Shqipëria veç pa të fillu me u hape dhe me ardhë davegji me shërbyle, më ndaveti në ato vende, ku do që naftëshin, na shkëshin. Ku ne i keni hapësirë për më marrë ligjerata, andaj këtu në Prishtinë, në Mitrovice, në Vushtri, në Pej, në Prizren, në Gjakov, flasë për Kosovë, në Shqipëri, në Tiranë, në Elbasan, në vendet tjera, kemi shku pakon një farë hezitimi edhe me gjithë një elan dhe energji shumë të madhe, dhe s'është më rëndësi sa persona janë në topi. Më rëndësi është që t'u ka dhënë një mundësi, ti e ke thonë një fjalë, e ke thonë një këshill, ke tregu që ka thotë Allahu i Madhëshëm, ke tregu që ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe realisht kemi arrit një sukses të jashtëzakonshëm që në këtë fazë të zhvillimit të thirrjes islame në vendet tona, Kurani dhe Suneti të jenë aq të potencume, edhe një insistim i jashtëzakonshëm që ata të jenë referencë që alhamdulillah, do thotë sot e kësaj dite do të gjithë tani kur flasin do thotë nuk flasin muhabete të kota, po mundohen vazhdimisht me i mbështetur në argumente kuranore dhe në ato pejgamberike që është një sukses i madh
që realisht rritja e kualitetit hoxhallarëve që janë marrë me thirrjen islame këtë na, i kanë ndihmuar edhe hoxhallarët tjerë që dhe ata do thotë të avansojnë vetveten e tyre edhe të fillojnë që kenë kujdes në mënyrën se si ata e artikulojnë mendimin e tyre fetar ose qëndrimin e tyre fetar. Dhe realisht me paraqitjen e neve si hoxhallar në këto vende na ndihmuam gjithë shoqërinë që t'i jep rëndësi argumentit. Për shembull, në ato kohra, edhe sot ndodh, mi për në ato kohra, askush prej hoxhallarëve nuk kishte breng edhe kujdes gjatë përmendjes së një hadithit a është i saktë apo nuk është i saktë. Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. E ka lexuar në një libër, e ka lexuar në një revistë. Sepse do thotë insistimi në ndamin hadithit të saktë dhe jo të saktë s'ka qenë e pranishme. Kjo ka qenë një prej mangësive, domethënë në shkollat e pranërisë osmane që shkencës hadithit në përgjithësi nuk i kanë dhënë rëndësinë e duhur. Në mungesë sigurisht të dietarëve ose kanë menduar se domosdoshmë është ngarkesë për nxënësin edhe nëse ngarkon me këtë ngarkesa i do ngelet domosdoshmë pa kohë për të marrë me mësime të bazë, qofshin ato të akides apo të fikut që kanë menduar ata që janë gjërat më të rëndësishme se sa më marr për shembull me detajet të shkencës hadithit. Mi po pa marrë parasysh të ja merresh detajisht me shkencën hadithit nuk merresh, fatmirësisht çdo kohë ka pas dietar të hadithit që e kanë ndihmuar shoqërinë, sidomos hoxhallarët për me mujt me bë klasifikimin e haditheve. Prej momentit që na kemi filluar dhe me insistuar që çdo hadith që kemi treguar me thonë është hadithi Sahihun e Buhariut ose Sahihun e Muslimit ose është hadithi në Sunenin e Tirmidhiut apo Ibn Majah apo Abu Davudit, po hadithi është i saktë apo është hasan apo është dhaif apo ky hadith që përdoret pe tjerëve është maudu, është i tryllum, atëherë filloi do thotë nga kjo mënyrë e komunikimit edhe nga ky presion indirekt fillon edhe hoxhallar tjerë më kujdes. Ka qenë një libër në atë kohë është ala gjuhën shqipe i përkthim, ka qenë 1001 hadith. Boshnakisht e kanë qujtë zbirka apostolike haditha për mbledhje haditheve pejgamberike. Ka qenë grumbullim prej Xhamiut Saghir të Imam Suyutiut rahimahullahu taala, i përkthim në gjuhën bosnjake, mirë për libër i cili s'ka pas klasifikim të hadithit në aspektin e i saktë dhe jo i saktë. Edhe ai hadith ka qenë, do thotë një lloj referencë për do hoxhallar që s'kan pas qasje në librat bazike të hadithit. Edhe izbër poslanik u haditha, normalisht në tek ka hadithe sahih, ka hadithe dhaif, ka hadithe maudu. Edhe ai që lexon për shembull thotë kam lexuar librat e hadithit. Pa ai libër nuk është libër bazë i hadithit, është libër që domosdoshmë ka ngumbulluar Imam Suyuti rahimahullah në Xhamiu Saghir, që libri i cili thotë sikur se dihet për Imam Suyuti rahimahullah. Shqip na themi Imam Suyutiu, do themi sikur se dihet për të se ka qenë do thotë liberal në grumbullimin e haditheve. Ama themi imam, se na kështu na mësu, me vlerësu mundjen e të tjerëve. Ani pse për shembull në këtë çështje ulemat e mëvonshëm, do thotë i kanë bë çështje kritike akademike. Andaj Sheikh Albani rahmetullah alej, pastaj fillon edhe përpunon dhe ndon Xhamiu Saghirin dy pjesë sahih dhe dhaif, dhe përmend domosdoshmë hadithe që janë sahih, i gjykon si sahih dhe që janë dhaif si dhaif, dhe normalisht edhe ky kontribut i Sheikh Albanit rahmetullah është kontribut njerëzor që ka pas mundësi dikon edhe me gabu në vlerësimin e tij, sikurse domosdoshmë kanë ndërhyj ose kanë replikuar disa hoxhallar tjerë pastaj në disa hadithet dhe në disa gjykimet e Sheikh Albanit rahimahullahu taala. Që jep me kuptuar se edhe Sheikh Albani rahimahullahu me gjithë kontributin e madh është njeri që ka pas mundësi në çdo gjykim të tij domosdoshmë me gabu. I themi këto muhabete se na në shekullin e 15 hijretit, në këtë vit domosdoshmë dekadën e 4 të thirrjes bashkëkohore islamit e na, sepse thirrja islamit e na është e vjetër, nuk është e re. Por në këtë dekadën e 4 të thirrjes islame bashkëkohore, mësojmë të edukohemi të jemi zemërgjan. Edhe kur thrasun në zemërgjësi, nuk thras në ndryshimin e koncepteve. Nuk thrash në ndryshimin e metodologjisë. Kam qeft mirë kuptohemi, edhe sepse pastaj dikush do thotë, "Hoxha pas ka ndryshuar." Jo, kam qeft që atë metodologji që e kemi marrë për dietarëve tonë, dhe që është trashëguar brez pas brez në umetin islam. Dhe ato mësime që na i kena mësuar për dietarëve tonë. Vazhdojmë t'i promovojmë, po me dy kushte. E para të jemi të butë në artikulim, e dyta të kemi zemërgjësinë ndaj kundërshtarëve. Vetëm. Edhe kjo ka më animu neve shumë që
do thotë na me vazhdu debatin mes nesh, do thotë edhe me pas respekt për njëri tjetër. Se mbyllë o vllazni umetit islam, secilin taborin e vet, nuk i bën dobi umetit islam. Umeti islam sot i ka 1 miliard e 200 milion musliman. Është shumë umet i madh. Brenda këtij umetit ka me mija dhe dhjetra mija, me qindra mija xhamate organizata. E bot kuptime. Është shumë e pasakt strategjikisht, domethënë ti me mendu se vetëm ti domethënë mundesh me shërby këtë umet edhe me qenë selamet. Edhe ai me mendu njëjtë ti, edhe ai me mendu, faktikisht na vese me ndërtu ura komunikimi mes nesh, debatesh intelektuale, po të ndërtuara në mirësjellje dhe mirë kuptim, s'mundemi na me shërby davetin islam. Shefe, palët që kanë konflikt, në fazën e parë të marrëveshjeve për paqe, janë i thuhet faza e parë është faza e veprimeve për niyete të mira, për qëllime të mira. Fillimisht na duhet m'ia dëshmu kundërshtarëve tonë se na do thotë e kemi vendosur me ju mu pajtu. Ama jo vetëm me fjalë, po bëjmë edhe veprime konkrete, domethënë që me dëshmu se njetet tona janë sinqerta, se na me ju dojna mu afro. Kjo është faza e parë. Edhe na nuk mundemi me ndërtu, domethënë, urat përbashkëta, nëse nuk i dëshmojmë tjerëve se na nuk është qëllimi juve me ju përjashtu, as me ju nënshmu, as me ju anatemu. Po xhelozia jon për argumentin fetar na bën që me thonë se kush ka mendim të kundërt për kësaj, ka gabu. Ai gabim ka mundësi me kalu edhe në devijim. Ka mundësi me kalu edhe Zoti mos e boft edhe ndalje prej fesë. E pse na ju dojmë juve që mendoni çështu, sipas neve gabimisht, themi ej kujdes, mos vazhdoni këtë mendim se ky mendim nëse vazhdoni kështu dhe e zhvilloni negativisht, ka mundësi me arrit në një stad, në një nivel që ju vetë ju të largoni prej islamit. A unë ti duhet kam qenë thjesht në islam, jo thjesht jashtë islamit. Ka dallim pe kësaj qasja dhe qasjes kur e pret ti më një skaj, e gjuan një qëndrim, një mendim, një provokim, edhe pret ti në skaj, derisa ai ta thojë një fjalë e cila kundërshton qëndrimin tan, ama qëllimi jot me prit derisa ta thojë një fjalë e cila mund gjykohet formalisht nga jashtë se kjo fjalë është e kufrit. E thotë që ju thashën e juve se këta, pit pak se këta kanë me dorë në kufër. Tja u gëzove se ai bën kufër. A'udhu billah. Kur ka më ardhë rendi, një musliman që ori vetë i devotshëm edhe i sakt në kuptimin e fesë, mi u gëzu kufrit të një muslimanit. Atë ti s'ki lidhje me davet. Se nëse është daveti mi i thirr njerëzit nga kufri në islam, ati nuk i shkon mendja kur njëherë mi u gëzu një njeriu që ka qenë musliman edhe ka praktikë islam nga dalë në kufër. Nuk i gëzohet. Po i dhemb. I dhem se është dështimi jona e thë. Se na nuk arritëm atë njeri me majt afër, ose mi dhonë mundësia i mu me dëshmu vetën e vetë, ose me sqaru qëndrimin e vetë edhe me mbet brenda islamit. Dikush ka mundësi të thonë, po dikush insiston me shkon kufër me Zot, ti mundohesh me ndarë se ndarë. Po, ka kësi raste. Atë s'ki përgjësi për atë raste. Ama na si mi të folë për atë raste. Mi të folë për raste tjera ku njerëzit janë të mirë, dojnë islamin, dojnë mirë, po për plasja e ti me ty, ose për plasja jote me te, e ka bo atë të atill që ai mos me gjetë hapësirë për mendimin e vetë edhe mundi i përjashtu, e ky përjashtim me ndihmu atë shejtanin e tij, që ai nga dalë me largu nga xhamati, normalisht kur dela që largohet nga tufa, e hanojku. Të kjo qasje që shpesh herë në debatet tona ndodh është manifestim i asaj që na s'dina me bo davet, apo nuk dojna me bo davet, apo në emën të davetit na e kundërshtojmë davetin. E kjo fatkeqësisht është përsëri shumë. Do të thotë edhe një sende shumë më rëndësi nga historia e thirrjes islame. Në momentin që si fenomen i ri, më tham si grup tani edhin, u patën paraqit na këtu në arenën shqiptare, kishmi na shumë kritika për qasjen tonë, ama një send u pëlqej atyre, tjerëve, popullit xhamatit.
Thëshin këta me të vërtet janë tri, janë pak fanatik, janë pak ekstrem, si pas atyve, ama një send të mire kanë, çka thëjnë e bëjnë. Edhe dyta janë bashkë. Kjo flas 93, 4, 5, 6, 7, edhe ka qenë një prej manifestimeve pozitive se gjithë ata që mësëshin diçka nga soneti i bashkangjiteshin xhamatit. Edhe s'kishte më shumë se një xhamat. E tani merrni këtë fotografi edhe krahasoni me atë që sot është realitet. Sot janë shumë xhamata, gjithë janë selefi. Secili me kuptimin e vet. Pse? Sepse qasja përjashtuese që ne e kemi ndërtuar tek na karshi tjerëve, konkretisht esharitëve dhe maturidive, në mungesë të ballafaqimit me ta, sepse letë është me folë brenda selefive kundër esharive. Po shumë marron do është me debatu me një eshari konkretisht për temat e esharive. E në mungesë të ballafaqimit tash kur u boni grumull i madh i xhamatit, domethënë të një ngjyre, edhe të jeton brenda atij llojit, e s'ki mejdan ose se lyp atë mejdan ose stipët e mejdan, s'është më rëndësi çka është arsyeja, me debatu me një eshari dhe maturidi, apo zoti mos e boft për shembull që është më me rëndësi me një ateist, kur smerresh ti me ateistin, kur smerresh ti me islamofobin, kur smerresh ti me anti-islamikun, kur smerresh ti me këta xhamatet ose doktrinat tjera që sipas neve mendojmë se ata kanë gabime në konceptimin e fesë, atëherë veç e ke ushqy veten me kundërshtim, me replik, ata kemi filluar me kundërshtum brenda llojit. Edhe fillon atë që është e gjerë me shku me ngushtu, pse s'mundesh ti me nxjerr dikan keq pa e ngushtu konceptin. E kur ta bësh sunetin ngusht në 2-3 manifestime, për shembull, njëra prej fenomeneve bashkëkohore që ka bosh që ka ndarë, domethënë, ehli sunetit shumë është puna e lojalitetit ndaj pushtetarit, për shembull, si mesele. E kur fillosh ti ta bësh manifestimin e vetëm të ehli sunetit është lojaliteti ndaj pushtetarit musliman zullumçar, atëherë ti e ngushtove shumë edhe çdo kush që ka pas mendim ndryshe në këtë meselë, vërtet kemi nxjerr nga ehli suneti. Edhe normalisht mos e kemi nis rafall, 1, 2, 3, 4, edhe kemi meti vet guraba. Jo guraba me kader të Zotit, po guraba me kontributin tanë, edhe në këtë meselë kam shëruar shumë herë. Se gurabaja në hadithet e gurbetit nuk është nxitje ti jesh guraba, po është përshkrim realiteti, që ai vjen vetvetiu. Për shembull, kemi qenë na guraba në momente të caktuara, dikush pive është guraba sot në shtëpinë e vet. Është guraba në fshatin e vet, sepse veç ai falet, kush nuk falet. Se nuk është gurbetlëk veç se ti që ndurt, ai si që ndurt, sepse kjo s'është gurbetlëk. Kjo është meselë fikore. Gurbetlëk është ku ti e shijon fen edhe kush nuk e ka këtë momentum atë në jetën e vet. Kjo është gurbetlëk. Tash ti më thon valla këtë xhamin, këtë falen pa tek biu në falën aty si garib. Jo po valla si garib. Ti pe një meselë fikore, ti zbatu në sunet plus, ato janë të zbatu. Kjo s'është gurbetlëk. Gurbetlëk është kur në fshatin tan 200 shtëpi ku kush nuk falet veç ti falesh. Ti je gurbet. Gurbeti e vërtet. Masëne, gurbeti është përshkrim kaderik. Nuk është nxitje që ti prashtoj shkejt se valla u bëna më shumë, hajde ndami se na hupi gurbetllëku, edhe pakon garib, pakon guraba si e ehlil gjenne. Fetuba lil guraba, se shidon. Së është e vërtet kjo. Sa ashtu na nuk duhet me bota vet. E kuptoni, domethënë është keq kuptimi i interpretimit të hadithit gurabave. Bedel islamu ghariban fasayudu ghariba fatuba lil ghuraba. Ka fillu islami si huj i evanxhilit, do të përfundon si i till para kiametit, jo sot. Edhe xheneti që për ghurabat, e tash unë si të bëmi 5 vete, valla si mi ghuraba, hajde ndami tash të bëmi 5 grupe, secili vetë, secili ghuraba për veten e vet. Kjo s'është kuptimi i shnosh i fesë. Po kundazi ti je ghuraba se miliardë 200 milion musliman ka 8 miliardëve. Domethënë përsëri është pak. Edhe Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ka shëruar domthon këtë çështjen e gurbetllukut, domthon se edhe ehli suneti ka sheh ehli bidatit, edhe musliman ka sheh qafirave, domthon janë pakicë, dhe kjo është kuptimi, nuk është kuptimi që domthon ti mos veprosh me të tjerët, mos i thrash të tjerët, mos jesh i urtë me të tjerët, i butë, sepse argumentet fetare neve na mësojnë që thirrja e njerëzve në final të jetë me urtësi, që të me butësi. Që fjalët e tona të mirë priten pe
njerëzve që flasim natë. Arrogancë, mendjemadhësia, përjashtimi, shikimi nga lart, domethënë ti je i xhenetit, ai është i xhenemit, si lloj qasje, domethënë nuk e ndihmon kërkan për t'u afruar te ti. Përkundër se kam shikuar, lënë vat mendjemadhin ai. Ka garantuar vetes xhenet të tash po shet domethënë karta xheneti. Edhe realisht kanë herë kështu lloj përshtypje domethënë lan disa njerëz kur flasin me tjerë. Edhe duke u nisë për këtyre gjërave, do të na jemi mundu që faktikisht mi kuptu mirë argumentet fetare edhe mi insistu në referencat e tyre, edhe dan nga dalë do thot me komuniku me shoqëri. Me qenë me popullin edhe ngzimet e tyre edhe në do thot vështirësitë e tyre. Fatkeqësitë e tyre. Dhe kjo gjithashtu e ka ndihmuar shumë thirrjen islame për me ngrit autoritetin e tyre. Do thot pjesëmarrja e shumicës së trive në luftën e Kosovës edhe në luftën e Maqedonisë e ka bërë do thot me thy atë paragjykim që është ushqy edhe nga vetja e tyre, po sidomos nga qarqet anti-islame, se me tregu se jo, kjo është vendi jon, kjo është populli jon, na sikur se e duam fenë Allahu Xhelal, e kemi për detyrë dhe obligim me dashur edhe popullin tonë dhe vendin tonë dhe me punu që atë islam që ka ardhur te na dhe populli shqiptar është tregu si i mençur kur shumica e tyre ka pranuar islamin, me vazhdu me kultivu. Do të me rrit atë nivel të inteligjencës te populli shqiptar. Se mos me leju tjerëve që kanë bërë eksperimente me popullin shqiptar dhe janë mundu me largu islamin për tyre dhe elhamdulillah s'kan arritur sukses, mos me animu na sot. Realisht një pjesë e madhe, një pjesë e muslimanëve tonë kanë herë me disa veprime i ndihmojnë armiqtë e islamit, edhe u shërbejnë agjendave tyre për ta luftuar islamin. Me qasjen, do thot, jo konstruktive, me qasjet jo konstruktive dhe qëndrimet e tyre islame në rrethanat tona. Edhe potencimi i disa temave dhe debateve që bon, edhe në për xhamia tona, në për mektebet tona, kanë herë janë arsye që dikush domethënë me nëse smer nuk ndërton paragjykim spaku krijon një lloj qasje domethënë indiferente ndaj thirrjes islame. Domethënë s'më intereson ata. S'më intereson a ka as ka pyetime të na, si fenomen ata i bllokoj. Nuk lën as informatë tyme me ardhmë të trunia. Se s'kam besim se ajo që ofrojnë ata është e dobishme për mua. Normalisht kjo është një shtresë e madhe, shtresa më e vogël në ato që i shfrytëzojnë maksimalisht, i materializojnë për ta sulmuar thirrjen islame. Edhe për mos me i dhon kësaj lloj hapësirash, na do të jemi shumë vëmendshëm, sidomos tani me këto kamera dhe me këto incizime, që çka do që themi na për odat tona, në xhamatin e mbyllur, kur del në internet s'është private, është publike. E tani për shembull një hoxh i cili trajton një temë shumë precize ose shumë të imt të fesë për një rreth fetar, domethënë që janë të avancuar në nivelin fetar, dhe ajo del pastaj në publik, dhe atë lexon edhe e dëgjon domethënë edhe një i paudhëzuar, edhe një dashamir, edhe një dashakeq, edhe një islamofob, edhe një gazetar, edhe një dëshirues i lajkave, çka do ndodh atë? Do ndodh ato që ndodhin, domethënë shpesh herë keq përdorimi i fjalive të hoxhallarëve, i qëndrimeve domethënë të pasakta në kohë, më ne kon sakta në referenca, po pasakta në kohë, ose i lapsuzeve që her pas here dalin domethënë gjatë elaborimit të tema të ndryshme, me qenë skandale në thojzat të hoxhallarëve, të cilat do thotë dashakçit e islamit i promovojnë vazhdimisht. Edhe tani kur i është dhënë mundësia secilit njeri me promovu diçka nëpërmes rrjeteve sociale, secili ignorant, me pas qëndrime, me pas mendime, me pas vlerësim, atë këto skandale bëhen domethënë virale. Edhe do thotë nëpërmes atyre momentumeve që i prodhojmë na gabimisht, ata i materializojnë ekstremikisht, do thotë luftohet islami. Tash na kena faj. Na ndoshta në origjinë mi pafajshëm në origjinë. Ama nëse e mendon e curin, atëherë derë që edhe na dikon kemi hizet fajt. Se ose për shembull
se jemi të vetëdijshëm për fjalë që kemi thonë, se kemi menduar pasojat negative që mund të mi pas, ose se kemi ndëgjuar edhe një fjalimin ton mas, ose bashkëpunëtorët e tonë domethënë se janë kanë shumë vëmendshëm me na tregë vërtet domethënë hoxha që ky fjalim joti ka mundësi mu keq kuptuar, që ky fjalim joti ka mundësi do thotë mi u shtuni besh që themi na, më mirë është me hek se sa me lëshu. Edhe alhamdulillah puna e montazhës ta mësoni gjatë tillë pa problem, e hek. Do thotë e ke thonë ti në mezhlis, dikush domthon e ka mësuar atë meselë që ka pas nevojë, s'ka nevojë me të tërë. Edhe normal ajo që kena thonë na si këshill gjenerale është se mësimet e detajizuara fetare, fekut konkretisht, po edhe takidës i mësirat, nuk ka nevojë të incizohen dhe të publikohen. Ato le të jenë seminare ku vinë njerëzit me skripta, me fletore, me lapsa, i mësojnë, bëhet provimi, shifet sa kanë mësu, edhe shkojnë të shtëpia. S'ka nevojë të bëhet, domethënë të incizohet ajo. Sepse momenti që del në internet, ajo është e qasshme për të gjithë, edhe në momentin që është e qasshme për të gjithë, nëse dikush e shikon me sy të keq, normalisht ka me mujt me gjetë domethënë hapësirë për kritikë. Normal dikush ka mundësi më thonë hoxha po, edhe ka njerëz që profitojnë, është e vërtetë. Është e vërtetë. Mirë po, sikur se ka qenë traditë e selefit, elmi më marr, domethënë i gjalli për gjalli, domethënë më marr na për mezhliset e elmit, për shkak bereqetit të mezhliseve, le të vazhdoj ai sunet i selefit edhe tash. Kush është i pasionuar pas dijes fetare, le të shkojnë në mezhlis të hoxha, i ngon derset live për ti, s'ka nevojë për me ndëgju në. Bile, ta themi sinqerisht, incizimi i ligjërat hoxhallarëve sa ka pas efekt shumë të madh pozitiv, ka pas edhe efekt negativ në edukimin e xhamatit. Sepse xhamati nuk edukohet online. Jo xhamati, por kërkush nuk edukohet online. Edukata nuk mirret në mënyrë indirekte, edukata mirret në mënyrë direkte. Andaj ju e dini se ulemat e selefit, do të e kanë thonë këtë vazhdimisht, përfitimin nga edukata e hoxhës që kemi marrë ka qenë më e madhe se përfitimin nga dija e tij. Sepse edukata merret domethënë duke pa sjelljen e hoxhës, duke pa reagimin e hoxhës, duke pa domethënë mënyrën se si e trajton një fenomen, mënyrën se si e trajton një person. Mënyrën se si trajton ty ai vazhdimisht 1 vjet, 2 vjet, 3 vjet, 4 vjet, 5 vjet, 10 vjet. Nuk merret domethënë nga interneti edukata. Mund është marrë informatën nga interneti, ama jo edukatën. Edhe andaj, prania në mezhlisin e ilmit sot për shembull ka filluar me USB. Gjitha vendet. Pse se thënë një djemë të rritën, hajtë se ngoj në internet, YouTube e ngoj. Hajtë se të shku në shkollë, të artë për shkollë, të shku në fakultet, të artë për fakulteti, hajtë se këtë bëj me fletë, hajtë se hajtë. Edhe të privon vetën nga mezhlisi i ilmit. A bereqetja dhe mshira, edhe qetësia dhe rahatia është aty, edhe edukata është aty. Dhe andaj thamë se shumë aktivitete fetare nuk kanë nevojë me qenë online, nuk kanë nevojë me qenë të kyçuna në internet, mjaftojnë ato me konë në xhamia tona, në mektebet tona, edhe me ndërtu këto vlera pozitive. E para, insistimi për dituri, e dyta, brengën për popullin ton, e treta, urtësia në komunikim me ta, e katërta, zemërgjërsia ndaj reagimeve të tyre, e pesta dhe mshuria dhe kujdesi për udhëzimin e tyre. Në këtë formë atëherë faktikisht faza tjetër e thirrjes tonë do thotë është faza kur ajo që ishte një tërësi, sidomos mas vitit 2003-2004, fillojnë konceptet mbi ehli sunetin, mbi selefizmin të ndryshojnë. Mes atyre që kanë qasja rigoroze, rigjide në çështjen e politikës, edhe atyre që e shohin domethënë bashkëveprimin politik si një ndihmes ose krijim hapësire për thirrjen islam. Edhe kjo e shkaktoi përçarjen e parë brenda trungut të ehli sunetit dhe që e ka dëmtuar shumë. Por janë këto kaderet e Zotit, domethënë tash kush i ka fajs? Si ka fajs me kush? Mirë po secili ka përgjegjësinë e vet. Para Allahut fillimisht, para davetit së dyti, para xhamatit në përgjithësi, edhe secili para grupit vet. Para xhamatit vet personal. Ka përgjithësi. Sa e ka ndihmuar këtë mosmarrveshje? Sa ka kontribuar që mos zmadhohet kjo mosmarrveshje? Sa ka qenë bartës i fjalëve për një hoxhe dhe një hoxhe? Sa ka qenë, do thot, pengues i kësaj procedure të bartës. Këto janë fenomene që kanë ndodhur në gjitha kohrat.
Ama të ne janë konë shumë më damshme se umeti islam, ose pjesa e muslimave fetarë të ne konë i vogël. Edhe tamam e fitoj një jehon edhe e fitoj një pozit mirë, shoqëri, erdhi përçarja dhe ata s'kishin nevojë me na shoh tjerët, sepse shohim na njëri tjetrin. S'kishim na me kufizu tash, me na kufizu ata neve, se e kufizojmë na njëri tjetrin. Edhe normalisht të një pjesë o xhallarëve, edhe të një pjesë e xhamatit, do të kanë shku 20 vjet parafërsisht në debatet egra mes veti, deri në shpalljen e jo besimtarit njëri tjetrit, për shkak të këtyre mosmarrëveshjeve që sot fatmirësisht shumica atyre që kanë qenë protagonistë të këtyre meseleve sot me ardhë me një fjalë përbashkët, generalisht megjithëse ka mundësi me pas divergjenca të vogla, për janë minimale karshi pjesës më të madhe ku ka unifikim qëndrimeve. Pse na u deshta e gjë, po është zhvillim normal i xhamatit, domethënë se unë e kam shëruar shpesh herë, xhamati rritet sikurse njeriu. Njëjtat faza i kalon. E ka fazën fëminore, e ka fazën adoleshencës, e ka fazën domethënë e rinisë, e ka fazën e pjekurisë, edhe xhamati i njëjtë, domethënë ajo ka qenë manifestim i fazës së adoleshencës. Po o me mua o kundër meje. Edhin ato fëmijët kur hidhnohen mahall në lagje, domethënë, ti me ka me mua me atë. Ti nëse s'mundesh me mua atë, jam me mua ma, se na i ndhnon na dy. Edhe kështu domethënë edhe thirrja islame në atë kohë, mas kësaj domethënë erdh, si më thon, grushti i dytë është ekstremizmi në tebdi. E para kishte ekstremizëm tekfir, e dyta kishte ekstremizëm tebdi. Edhe ajo, do thot, e dëmtoi edhe një herë qatë tërësi, e ndau edhe një pjesë. U bon 3 pjesë kryesore. Edhe plus pjesë tjera më hershme, u bo fragmentarizu thirrja islame në përgjithësi në grupe, në xhamate. Normalisht janë ikhwan, si dukur edhe janë fragmentarizuar në shoqata, në organizata. Ka qenë një pjesë e xhamatit teblig, domethënë her pas here më aktiv, her pas here më pak aktiv. Plus domethënë konceptet personale të hoxhallarëve të ndryshëm u fragmentarizu. Edhe tash nëse na mu angazhu me xahilat, të pa udhëzuar, armiqtë e islamit, na duhet më marrë mes vete. Pse merremi mes vete na me edukat, pse debatojmë me kulturë, pse i analizojmë mirë argumentin fetar, qëndrimin e domethënë plejadës së artë ulemave. Edhe mundohemi për shembull me kon jo vetëm tekstualista, po me qenë në njëjtën kohë edhe racionalista, sepse Islami me burimet e veta Kur'an dhe Sunet normalisht është tekstualizëm, po në vetvete ka edhe racionalizëm, se këtë argumentet fetare i dedikohen logjikës së njerëzit, edhe ato kanë thellësi filozofike, po duhet të themi filozofi, megjithëse selefit janë ndihshëm me këtë term, po me dhon kuptimin e konceptit, domethënë. Se ka anën logjike, e ka çdo argument fetar. Andaj pse shekull Islami Ibn Taymija për shembull spikatet më tepër sot se sa Imam Ahmedi rahimahullahu taala, ose domethënë imam e selefit, për shkak se Ibn Taymija rahimahullahu taala asaj që ka shkruar Imam Ahmedi domethënë në librat e tij të akidës apo të sunetit, apo Daremiu, apo ulemat e selefin përgjithësi, i ka dhënë edhe sqarim racional, argumentet fetar. Sepse realisht dallimi mes ehli sunetit dhe të tjerëve ka qenë te kjo pjesa, tek kuptimi i argumentit fetar. Dhe ata kanë pretenduar se ehli hadithi, ehli ether nuk kanë kuptim të argumentit, kanë citim, janë literalista. Dhe përderisa janë literalista, domethënë ata Allah i shpërblet që neve na kanë pru fen, ama s'kan arritë të kuptojnë thellë, edhe në debatin me filozofët ata kanë dështu. Kështu thënë ata. E thotë që Islami e kundërta. Për kundrazi, ata pse kanë kuptuar thellësinë, logjikën e argumentit fetar, e kanë pru vetëm argument fetar. Edhe kanë menduar se çfarë është një thellë argumenti fetar me thellësi logjike, filozofike, që s'ka nevojë me shëru, se unë e kam kuptuar shumë mirë. Sepse unë e kuptoj gjuhën arabe dhe kuptoj domethënë qëllimin e termit që ka përdorur Allahu i Madhëshëm këtë ajet kuranore apo pejgamberi sallallahu alaihi hadith. Se ato janë të rastishme, ato janë qëllimta. Edhe ata kanë kuptuar thellësinë filozofike dhe kanë mjaftuar me argument mirë dhon përgjigje një
hoxhe një dietari që është ndikuar nga filozofia greke, për shembull. Edhe kur ka ardhur Ibn Taymija rahimahullahu dhe shef se në atë kohë do thotë njerëzit kanë menduar se kjo është mangësi e tyre, ka thonë, tamam, tash unë e nxjerri shesh e tham atë që s'e kanë thonë ata, po është nënkuptu. Se edhe nuk guxena me thonë se ata s'kan bërë atë që ka bërë Ibn Taymija rahimahullahu, sepse ata kanë pas thellësi filozofike në kuptimin e fesë, për shkak se janë marrë me dije vazhdimisht, e kur të merresh ti me dije zhvillohet truni dhe kupton thellësinë e ajetit kuranor, thellësinë e hadithit pejgamberit. Se kjo është qëllimi. E ka thonë Ibn Taymija rahimahullah, s'po them që ka thonë kështu, po vepra e tij, domthonë, ajo që nën kuptohet. Do thotë, masi ju mendoni se imamët e sunetit nuk janë sqaruar sa duhet në qëndrimet e tyre, ja unë po i shërbej ata. Dhe marr përsipër, edhe ja vlen se ata janë imamët e tonë, ja vlen të jem unë shërbetor i qëndrimeve të tyre. Edhe unë vazbërthej edhe me dozë të rregullave racionale, duke treguar se cilat rregulla racionale janë të sakta fetarisht e cilat janë gabume, sepse nuk merren rregullat e logjikës nga Aristoteli edhe Platoni, po ne i marrim edhe ato rregullat e logjikës nga Kurani dhe Suneti. Edhe andaj va demantoj edhe rregullat logjike të gabuara Aristotelit, Platonit e Sokratit, po gjithashtu pastaj ju tregoj se thellësinë e argumentit logjik që ka Kurani dhe Suneti. Edhe kjo neve sot na ka shërby shumë që sikur se ta kishim lexuar në Ibn Taymija rahimahullah si duhet këtë na hoxhallarët edhe xhamati, jo një herë vetëm, po një herë, dy herë, tre herë, e ta kishim përthith atë thellësi të kuptimit të argumentit vetar, na pastaj do kishim shumë lehtë me kuptu edhe ballafaqimin me fenomenet e xhamatëve. Du me lexoj vetëm një citat, do të sa u bë, një orë. E disha që kam e shku shumë, se kjo është temë shumë e gjatë, po desha me nda si përvoj për herë të parë që e formulojnë këtë formë, të valezoj një citat të Ibn Taymijës rahimahullahu taala, që vata nda me do hoxhallar, që tregon madhështinë e Ibn Taymijës rahimahullahu taala në lidhje me këtë që e thash deri tash. Në Mejmu'ul Fatawa, vëllimi 3, faqe 179, është ky citati. Thot, lejse kullu men khalefe fi shay'in min hadha al-i'tiqad yajib an yakuna halikan. Shife, mas konstatimit të akidës së vet, thot, jo secili që kundërshton këtë besim që kam prezantuar, duhet me qenë i shkatruar në xhenem për gjithmonë. Është shumë me rëndësi me kuptu këtë citat mirë. Se kjo neve na ndihmon me kon zemërxhan dhe të tjerëve. Jo me ndru me ndeqin. Me kon zemërxhan dhe të tjerëve. Fa inna al-munazi qad yakunu mujtahidan mukhtian yughfiru Allahu khata'ahu. Sepse kundërshtari mundet me qenë mujtahid, domthonë e bën këtë qëndrimin e tij ndërton mbi bazë të ijtihadit të tij, dijes tij. Ose me gabu, domthonë tu e lip hakun me gabu, yaghfir Allahu khata'ahu, ja fal Allahu gabimin e tij, se me ijtihad e gabu. Wa qad la yakunu balaghahu fi dhalika min ilmi ma taqumu bihi ali hujja, apo nuk i ka arrit atij aq dituri sa ti bot argument kundër atij. Wa qad yakunu lahu min al-hasanati ma yamhu Allahu bi sayyiati, apo mundet me pasaj aq të mira se që këto gabime që ka bo, mi a falë Allahu për shkak të mirave që ka bo. Shumica e ulemave e shari janë këse kategorie. Që vetëm e shari për potencej. Kaq punë të mira kanë bërë shërbim të Islamit, se këto gabime ja falë Allahu. Na nuk e dinë, gjithsesi na nuk gjykojmë, po them ka mundësi me ja falë Allahu. وإذا كانت ألفاظ الوعيد المتناولة له لا يجب أن يدخل فيها المتأول. Thot, sepse fjalit kërcënuese, të cilat mund t'i atribuohen aty, nuk mundemi na me gjyku me tevilin ton, me kuptimin ton të gjendjes së tij. Sepse ai, domethënë ka mundësi me qenë mi keq kuptu argumentet, ka mundësi me qenë i devotshëm, alqanit, ka mundësi me pas vepra të mira që ja shtyn gabimet, ka mundësi me afal Allahu xhelal për arsyet e veta. Thot, bel mujibu hadha al-kalam anna man ittaqada dhalika naja fi hadha al-i'tiqad, ajo që mund ta themi na është se kush e ka këtë akide që kam prezantuar, shpëton nëse ka këtë akide. Wa man ittaqada diddahu faqad yakunu najian, ai që mendon kundër të kësaj. Çfarë ka thot? Ka mundësi me shpëtu. Ka mundësi edhe mos me shpëtu. Nas gjykojmë për fundin e tij. Kema yuqal, si është thon, men samata naja, kush hesht shpëton. Shefe madhështia i Ibn Taymijës. Thotë, kjo është akide e saktë.
Edhe na jam i të bindur se kush e ka këtë që po thon. Ama për tjetër na nuk themi se nuk ki drejt me gjykua ti për individ konkretisht. Po flas për individ konkretisht, se na gjykojnë për metodologjinë e gabuar. Edhe themi se kjo është e saktë, është e gabuar. Ama ai, themi Allahu e din punën e tij. Se mund me kon, domethënë dietari i madh që ka shërbyer Kur'anin, ka shërbyer Sunetin dhe me të janë udhëzuar njerëzit. Na sot kush për neve për shembull nuk lexon me Fatihul Ghaib të Imam Raziut për shembull. E themi Imam Razi. Ka qenë domethënë eshari kuh, kështu i thellum. Zamakshariun ke shafin. Mu'tazili jo eshari. Domethënë normalisht o xhallarët e lexojnë, ka gjëra që përfitojnë, ka gjëra që ruhen. Ama ai përfitim i shkon atij se vapi. E mos flas domethënë për libra të shumë tjera, librat e fikut, që këtë ulemat i përdorin. Ai mund me pas për shembull akide maturidie, mund me pas akide esharie, ama libri i tij i fikut domethënë është i dobishëm, njerëzit fitojnë mbi tij. Edhe kjo është ajo që na do të me pas parasysh dhe në këtë frymë na mu eduku edhe me zhvillu davetin tash brenda llojet edhe brenda fetarëve. Ama normalisht preokupimi jon kryesor me qenë ata që janë jo fetar. E këto muhabete, këto debate faktikisht ndihmojnë kur gjonti në davetin tonë të jo fetar. Me përfund po du me përmend sot te na shqiptarët ka raste rast konkret e diun, ku një musliman i sapo udhëzuar në islam, duke mos qenë musliman, nga entuziazmi dhe vullneti i tij me kon shkak që mbi 50 jo musliman shqiptar dhe jo shqiptar me pranojnë islamin. E ç'kjo është davet? Ama ky person nuk merret me këto tema në debat. Ai studion, këto tema i studion, po nuk e ka prioritet në komentet e tij në rrjetet sociale, domethënë me këshir kush pi xhallarëve e ka gabuar një qendrim ose kush pi vllaznive më të vjetër e ka thonë një qasje që ai pastaj më komentua dhe më repliku. Po jo, ai ka gale domosdoshmë si mi ishte njerëzit në islam, edhe si mi bo njerëzit adhurues të Allahut dhul xhelal. Pastaj puna tjetër, ai ta vazhdoje. Edhe njerë po du me përfundu këtë fjalim temin me shive kur Allahu dhul xhelal ta don të mirën, ta angazhon me dije. Siç ka në hadith pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, men yuridillahu bi khair yufaqihu fi din. Kujt Allah dhe të mirën e mëson fe. Dhe kur don Allahu me të zgjedh, ta angazhon me davet. Jo me debat e dialog. Fatkeqësisht shumë një pjesë e madhe e xhamatit ton të ri, në momentin që udhëzohen edhe e përjetojnë këtë mirësi të Zotit, edhe fillojnë me akumulu ditori, vazhdojnë me shiu këtë të mirë të Zotit, në momentin që largohen prej davetit edhe merren me debate polemike, e largojnë vetin nga mirësia e Zotit. Dhe nëse mu bo shkak për udhëzimin e njerëzve, bëhet shkak për me i largu njerëzit nga udhëzimi i Allahut xhelal. A ju e dini shumë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë li an yahdi Allahu bika rajulan wahidan khairun laka min humri an-ni'am, të bëhesh shkak për udhëzimin e një njeriu është më mirë për ty se të kesh deve të kuqe. Transmetimi e dytë ka ardhur domodin sepse disa ulema thonë që është hadithi dhaif, khairun laka min ad-dunya wa ma fiha, është më mirë për ty se për dunjon të kesh edhe çka kanë. Dhe andaj nëse bëjmë këtë krahasim, atëra a ja vlen na mu marr me debate flas për xhamatin, davetxhit domodin që janë xhamat. Po edhe për xhallarët vlen. Shumicën e xhallarëve. A është më mirë për ty të bësh sebeb dikush t'ia filloj me fal namaz apo t'ia korrigjosh një qendrim të gabuar për një mesele shumë të vogël dikujt pi xhallarëve ose pi xhamatit. Valla e para është më e mirë. Inshallah kështu vazhdojmë me qenë ansar lidinillah, ndihmtar të fesë Allahut xhelal, për pas parasysh një pjesë të kësaj përvoje që e tham, ka shumë elemente tjera që na s'kemi desh si histori me fol për këtë kalume, po thjesht për me tregu se e ndihmë veten shumë të nderuar prej Allahut xhelal që na ka çelë sytë dhe na ka nxit ose na ka entuziazmu me qenë ndjekës të kësaj rruge që nga familjeria me thonë, që nga vitet e para në medrese, e pastaj na ka dhënë mundësi të takuam ata hoxhallar e me përthith dijen prej tyre dhe me vazhdu thirrjen islamet e na me kalibrin ton, edhe me këtë po du me përfundu. Ajo që na kena ofru, domethënë në Ballkan përgjithësi,
se fatmirësisht kemi komunikim të mirë edhe me vllaznin të Bosën, edhe Hoxhallar edhe Davetxhi. Ka qenë, do thotë, jemi mundu që ehli sunnetin, selefizmin me ofru këtu në Ballkan sipas rrethonave tona, në mënyrë autoktone. Pa e bë copy-paste, domethënë përvojat e ndryshme, as të Saudis, as të Shamit, as të Egjiptit, as vendeve tjera. Thjesht na kena përfith metodologjinë dhe pastaj do thotë i kena dhënë formën tonë autoktone shqiptare. Dhe na kemi thënë edhe hoxhallarëve në botën islame, edhe shumë profesor doktorave, edhe shumë aktivistave, do thotë, edhe kemi insistuar, domethënë ka pas her pas here tentativë për diktat. Na kemi thënë jo, na domethënë e zhvillojmë sipas asaj që e shohim se është arsyeshëm për vendin tonë. Edhe elhamdulillah, mendoj se me këtë veprim na kena ndihmuar shumë, domethënë për me u përhap me shpejtësi të madhe kjo metodologji dhe me mbrojt prej shumë sulmeve që pastaj kur ndodhen përçarjet na s'kena mujt me mbrojt ketë, po elhamdulillah ajo që kemi insistuar prej fillimit ka mbet vija e mesme dhe elhamdulillah të gjithë ata që janë larguar ndjatas ose majtas me kalimin e kohës janë kthyer përsëri taj mesi. Do thotë edhe elhamdulillah është rujt mesi edhe është rujt, do thotë, zemërgjërsia dhe hapja e dyrëve për gjithë, dhe sot elhamdulillah kushdo që e ka pas se qasja e tij ka qenë pak shumë e ashpër ose rigoroze ose rigjide ose do thotë e pasakt, nuk hyta e mesku përsëri vazhdon me qenë rruga e ehli sunnetit, rruga menhexhit selefit dominant, edhe me pas edhe butësinë, me pas edhe urtësinë, me pas edhe zemërgjërsinë, edhe me tentu, domethënë, me ndërtu ura komunikimi dhe bashkëpunimi me gjithë. Zotën edhe ardha jeme në këtë akademi tuaj e thërësh me këtë frymë, me këtë porosi. Allah e shpërblet për vëmendjen, alhamdulillahi rabbil alamin.